ndërhyrjen e Ministrit për Europën dhe Punët e Jashtme dhe më vjen keq që për hesape të debatit politik dhe të shterpsisë së ideve politike përdoret një njoftim rutin si në të gjitha ambasadat e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfshirë këtu Departamentin Amerikan të Shtetit, i cili pothuajse në mënyrë të përditshme në komunikimet e tij publike në rrjetet sociale të Departamentit të Shtetit, pjesa e zyrës konsullore, prej fillimit të marsit i ka njoftuar dhe njofton në mënyrë të përditshme qytetarët e vet në të gjithë botën se mund të jenë target i sulmeve të regjimit iranian, ndërkohë që ajo që duhet themin e sot me të njëjtin zë është që po Shqipëria është alat i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Presidenti Trump në të gdhirë të ditës sotme ka qartësuar hapat e mëtejshëm në cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ecin në këtë drejtim. Ne përshëndesim presidentin Trump në atë ndërhyrje historike sa i përket asgjësimit apo pamundësimit të regjimit Iranit për të qenë një rrezik për paqen, stabilitetin në lindjen e mesme dhe jo vetëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë mbështetur gjithmonë Shqipërinë kur ne në mënyrë të vazhdueshme kemi qenë shënjestër e sulmeve të regjimit iranian dhe të gardës islamike. Jemi shumë krenar që në Kuvendin e Shqipërisë kemi miratuar një deklaratë ku për turpin tuaj nuk morët pjesë dhe pastaj për turpin tuaj dolet dhe Partia Demokratike i shpall luftë Iranit, e pa dëgjuar në herë në botë që një parti nga aselie vet bojkoton Kuvendin edhe del pastaj edhe thot që ne i shpallim luftë Iranit, turpi juaj. Ndërkohë sa i bëni këto teatra këtu, lërin e teatrat, por bëni atë që duhet bëjë çdo politikan i përgjegjshëm dhe çdo përfaqësues i përgjegjshëm. Dashur motra e vëllezër shqiptar, Shqipëria aleate e Shtetit Bashkuar të Amerikës, vend antar i NATO-s, nuk ka sot asnjë informacion zyrtar për të qenë target i këtyre sulmeve, por natyrshëm që Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa marrë se ti ta përfundoj fjalën. Jep hesap para drejtësisë, mos më hajde këtu fare ti. Ti shkoj jep hesap aty para drejtësisë se ke vrarë 26 vet aty. Na bën ti si përfaqësuesi amerikanëve ke një 20 vjet tu. Ika, jep aty. Mjaft ta bëre ti siguri je përfaqësuesi Kongresit ti. Kështu që zoti kryetari i Kuvendit, ju lutem shumë të kalojmë tek pikat e rendit ditës. Faleminderit. Ministri i Brendshëm, zoti Lamallari, ka kërkuar fjalën. Faleminderit, zoti kryetar. Në fakt, dua të sjell në vëmendjen dhe të ndaj informacion me qytetarët për tre fakte kryesore. Fakti i parë, jo më larg se mbrëmjen e djeshme, i kam kërkuar strukturave të policisë, konkretisht strukturave të antiterrorit, strukturave të Departamentit të Sigurisë Publike dhe Policisë Kriminale të jenë në komunikim me zyrën e sigurisë së ambasadës amerikane, nga të cilat me përgjegjësi të plot konfirmoj se është komunikuar. Spari nuk ka asnjë informacion konkret, qoftë edhe inteligjencë për një situatë rreziku real. Së dyti, ky është në vazhdën e gjithë postimeve, deklaratave që bëhen standard në gjithë vendet e botës ku ka shqetësime të ndryshme. Fakti i dytë ka të bëjë që Shqipëria dhe Policia e Shtetit ka për disa kohësh që ka marrë masa të shtuara sigurie, pra jo lidhur me postimin e djeshëm, por për disa kohësh dhe kjo bazuar në zhvillimet ndërkombëtare që ndodhin, konkretisht me ato që konfliktin armatosur dhe luftën në lindje të mesme, ku sigurisht janë të angazhuar maksimalisht Policia e Shtetit përmes strukturave të antiterrorit, Policisë Kriminale, FNSH-s dhe Sigurisë Publike, duke qenë në komunikim të vazhdueshëm me të paktën 2 ambasada në vend.
Pra ky është një fakt që nuk ka lidhje me postimin e djeshëm, ka shumë kohë më parë dhe sigurisht ka një vlerësim nga policia e shtetit lidhur me rrezikjet e mundshme të terrorizmit apo elemente të tjerë kriminal. Ka edhe një plan veprimi i cili bën bashkë me detyra specifike çdo strukturë përgjithëse në policinë e shtetit. Dhe fakti është që Shqipëria mbetet një vend i sigurt për qytetarët shqiptarë dhe gjithë ata që e vizitojnë Shqipërinë, për te postimeve që ju për fat keq i lexoni vetëm kur vin nga Irani apo që lidhen me Iranin, por jo për protestat e dhunshme me Molotov. Kështu që shumë faleminderit dhe qytetarët shqiptarë, kjo është përgjigjja që kam për ta.